Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani arra, por askush nuk e di se çfarë i shkaktojnë në zemrës, trurit dhe diabetit. Arrat janë të pasura me vlera të jashtëzakonshme për shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, arrat mbeten një nga ushqimet më të preferuara të shumë njerëzve në mbar botën, të cilat kanë një ndikim pozitivisht në shëndetin e të gjithë organizmit. Nëse konsumohen rregullisht, ndikojnë shumë në shëndet, sidomos në punën e organeve të caktuara. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se arrat janë vërtet efikase për shëndetin tuaj dhe gjithashtu ndihmojnë në kontrollin e kushteve të ndjeshme shëndetësore si kolesteroli, por gjithashtu ndikojnë edhe në një peshë tepër të shëndetshme. Arrat janë një ushqyes tepër i pasur me acide yndyrore omega 3, vitamina dhe yndyrna të shëndetshme, minerale dhe antioksidant. Gjithashtu, sipas ekspertëve, thuhet se arrat janë veçanërisht të mira për të ngrënë në mëngjes. Ja pse, janë të mira për zemrën dhe kolesterolin. Në qoftë se ju hani arra në mëngjes, atëherë ju do të keni një efekt të mirë në shëndetin tuaj të zemrës. Arsyeja për këtë është se arrat munden që të ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe ta mbajnë atë nën kontroll gjatë gjithë ditës. Arrat ndikojnë edhe në shëndetin e trurit. Arrat janë plot me yndyrna të shëndetshme dhe acide yndyrore omega 3. Yndyrnat e shëndetshme në arrat janë të nevojshme edhe për përmirësimin dhe forcimin e funksionit të trurit, kujtesës dhe parandalimin e sëmundjeve të rënda si për shembull Alzheimer. Ato ndihmojnë edhe në kontrollin e peshës. Rekomandohet që t'i hani arrat në mëngjes sepse stomaku do të qëndrojë i ngopur për një kohë më të gjatë dhe nuk do të keni nevojë për ushqime të padëshiruara, raporton The Health Site. Konsumimi i rregullt i arrave përfundimisht mund të çojë në humbje peshe. Ato parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave. Radikalet e lira në trup munden që të dëmtojnë qelizat tuaja, gjë që mund të çojë në shumë probleme shëndetësore. Megjithatë, fal polifenolit antioksidant i cili gjendet pikërisht tek arrat, konsumimi i rregullt i tyre mund të reduktojë dhe parandalojë dëmtimin e qelizave. Arrat kanë dyfishin e antioksidantëve në krahasim me të gjithë arrorët e tjerë dhe ato çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë sëmundje. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk hanë arror mjaftueshëm. Një studim i fundit gjithashtu doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë dhe sipas të dhënave, konsumimi i arrorëve parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon edhe radikalet e lira. Nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh se në veçanti, ngrënia e të paktën 8 arrave në ditë mundet që t'ju mbrojë ju nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si një ndër ushqimet më efektive të pasura me vitamina, proteinë dhe gjithashtu minerale dhe fibra. Shëndeti mendor, antioksidantët dhe arrat. Një nga aspektet më interesante është se arrat dhe roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor është i jashtëzakonshëm. Arrat ndesin plot 30 transmetues nervor për trurin. Një studim amerikan gjithashtu analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit të zbuluan se arrat ishin të pasura më shumë se kikirikët, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë.
Sipas tyre, antioksidantët të cilët gjenden tek arrat janë 15 herë më të fuqishme se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë mjaft yndyra, por këto yndyra janë polio të pangopura dhe gjithashtu mono të pangopura të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët nga ana tjetër arrin që të shpjegojnë se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë të gjitha përfitimet maksimale. Sipas të dhënave, ju duhet të dini se duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu mundet që të humbasë peshën e tepërt, sepse arrat të nxisin ndjesinë e ngopjes afatgjat. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh, pra para ngrënies, njeriu do të përfitojë proteinë dhe minerale të nevojshme. Arrat janë të pasura edhe me kalium, magnez, fosfor dhe me hekur, vitamin C, vitamin B, të cilat e mbajnë organizmin tuaj të fortë dhe njëkohësisht shumë herë dhe më të shëndetshëm. Arrat janë shumë të shëndetshme për organizmin, por nëse e teproni me to do të përballeni me dhimbje koke, fryrje të stomakut dhe diare. Konsumimi i tepërt i arrave gjithashtu në një periudhë afatgjatë mundet që t'ju shëndosh, thonë ekspertët. Sipas të dhënave bazuar në studime të nutricionistëve, racioni ideal ditor i arrave është 28 gram ose thënë ndryshe 7 apo 8 arra në ditë. Këto janë efektet anësore të ngrënies së arrave në mënyrë të tepruar. Probleme me stomakun. Fibra është shumë e mirë për sistemin tretës dhe mirëqenien tuaj. Një grusht me arra ofron 2 gram fibër, një sasi e cila nuk shkakton probleme në organizëm. Por në qoftë se ju tashmë keni nisur një regjim ushqimor të pastër me fibër, atëherë arrat nuk janë një zgjidhje e mençur. Konsumimi i tepërt i fibrës mundet të stresojë sistemin tretës dhe të shkaktojë gazra. Shtimi në peshë. Arrat konsiderohen si një ushqim i cili sjell shumë energji. Një filxhan arra ka plot 765 kalori. Megjithatë, fali yndyrave të shëndetshme dhe fibrës, arrat arrin të ngopin njeriun shumë shpejt. Nëse ju e teproni me arrat, atëherë me siguri do të shtoni në peshë, por do të keni edhe dhimbje koke gjithashtu. Ekspertët thonë se çelësi i suksesit në mirëmbajtjen e një peshe trupore është që të ndaloni së ngrëni sapo të ngopeni. Nëse ju hani arra dhe më pas forcoheni për të mbaruar pjatën në tryezë, edhe pse nuk jeni të uritur, do të merrni shumë kalori. Niveli i duhur i kalorive ditore për gratë dhe vajzat është nga 1600 deri në 2400, ndërsa për burrat dhe djemtë është nga 2000 deri në 3000. Reagimet alergjike. Nëse jeni alergjik ndaj arrave, atëherë duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm. Kujdesi nuk është kurrë i tepruar edhe nëse jeni alergjik ndaj një arrori tjetër. Simptomat e reagimeve alergjike ndaj arrave përfshijnë skuqjen e lëkurës dhe kruarjen e saj. Megjithatë, në këtë rast nuk përjashtohen diarreja, dhimbja abdominale, të shtima, kolla e thatë dhe bllokimi i hundëve. Nëse këto simptoma shoqërohen me dhimbje të kraharorit, rrahje të ulta të zemrës dhe rënje të tensionit, atëherë ju duhet që të shkoni me urgjencë tek mjeku. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!